أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falemenderimet dhe lavderimet të takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal, falë dhe ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin dërguarin ton të fundit mbi Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e besnik dhe mbi të gjithë ata që kanë qenë, janë dhe do të jenë në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit deri në ditën e gjykimit. Të nderuara motra dhe vëllezër, fillimisht shfrytëzoj rastin që t'i uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke e lutur Allahun Dhul Xhelal që inshallah Zoti na e pranojë agjërimin dhe ibadetet tona. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton në hadithin e saktë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: do të gjeni se njerëzit janë si metalet e floririt dhe argjendit. Ai që ka qenë i mirë në jahiliet, në ignorancë, ai do të jetë i mirë edhe në Islam, nëse e kupton drejt Islamin. Shpirtrat e njerëzve thot janë duar, kur ngjarsojnë ato bashkohen e kur ndryshojnë ato ndahen. Pra ky është hadithi për cilin do të flasim në vazhdim. Një hadith që shërben si orientim në jetën tonë praktike. Ky hadith është një nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili s'ka folur nga mendja e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte: besimtari i ngjan pemës së palmës, prej saj nuk ka asnjë të keqe. Herë tjera ai thoshte: besimtari i ngjan bletës, shkon vetëm atje ku ka erë të mirë, po të qëndroj mbi një shkop të prishur, ajo nuk e thyen atë. Kurse në hadithin pra për cilën do të flasim, ai ka thënë: njerëzit janë si metalet e tokës, ai që ka qenë i mirë në jahiliet, ai do të jetë i mirë edhe në Islam nëse e kupton drejt Islamin. Shpirtrat e njerëzve thot janë duar, kur ngjasojnë ato bashkohen e kur ndryshojnë ato ndahen. Njerëzit pra janë si metalet. Ky është përshkrimi që Muhamedi alayhi salatu wassalam i bën njerëzve dhe i shëmbëllen ata me metalet e tokës, sepse vetë njeriu ka ardhur prej tokës. Veçoritë e mineraleve të tokës do t'i gjesh edhe tek njerëzit, sepse tham vetë njeriu ka ardhur prej tokës. Në tokë do gjesh minerale shumë të shtrenjta, që gjithmonë kërkohet dhe urritet vlera. Po ashtu ka edhe njerëz që janë shumë të çmuar. Me kalimin e kohës atyre nuk u bie vlera. Do gjesh minerale të cilat sa më shumë ti pastrosh, aq më shumë shkëlqejnë. Ashtu edhe njerëzit do t'i gjesh. Kur fitojnë besimin, ju shkëlqejnë cilësitë dhe vlerat e tyre. Do të gjesh minerale të ashpër dhe njerëz të ashpër. Do gjesh minerale që ke qejf ti mbash në duar. Dhe ashtu është edhe puna e njerëzve, që ke qejf të qëndrosh dhe të bisedosh me ta. Do gjesh minerale që ndryshojnë ngjyrën sipas ambientit dhe sipas kushteve të tyre. Po kështu do gjesh edhe njerëz të tillë që ndryshojnë natyrën e tyre sipas interesit të tyre. Do gjesh minerale që ndoshta nuk janë shumë të bukur, por mbajnë fort. Ka edhe njerëz që mbajnë fort që durojnë shumë. Ka minerale të tjera që mund të jenë të bukura, por nuk durojnë fare. Pat ti godasish, ata thyhen. Ashtu ka edhe njerëz që të pëlqejnë nga pamja jashtme, të pëlqejnë fjala dhe ecja e tyre, por pat po ti sprovosh, ato më njëherë të tërhiqen dhe të lënë në balë. Hadithi vazhdon: ai që ka qenë i mirë në jahiliet, në ignorancë, ai do të jetë i mirë edhe në Islam. Mësimi më i madh që nxjerrim nga kjo fjalë është se Islami nuk e sheh ignorancën. Pra njësoj, në mes të atyre që nuk e njohin fen, ka shumë burra e gra të mirë. Ka shumë njerëz me vlera, janë të mirë edhe pse janë të paditur për çështjen e fesë. Nëse këta bëhen musliman, mirësia e tyre vazhdon. Islami i fshin gjunahet e kaluara, por jo vlerat e njerëzve. Ai që ka pasur vlerë para se të bëhet musliman, ai do të ketë vlera edhe pasi të pranojë Islamin. Ne themi, nëse është jahil, nëse është ignorant, nëse nuk e njeh fen, atëherë shumëzoi të gjitha me zero. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ndryshe nga ne. Islami pra nuk i sheh njerëzit bardhëzi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë i lutej Allahu Dhul Xhelal me fjalët: o Zot, forcoje Islamin me një nga dy Omerët. Kush ishin këta dy Omer? Njëri ishte Omer ibn Khattab radiallahu anhu dhe tjetri ishte Ebu Xehli, që të dy kanë qenë jo besimtar dhe armiq të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam lutej për këta të dy, sepse kishin cilësi shumë të forta, kishin autoritet dhe personalitet të lartë. Nëse këta bëheshin musliman, i bëheshin krah të fort Islamit. Allahu Dhul Xhelal deshi që të udhëzohet Omer ibn Khattabi dhe jo Ebu Xehli, sepse Omer ibn Khattabi ndoshta kishte sekrete që i njihte vetëm Allahu Dhul Xhelal, që i njihte vetëm Zoti i gjithësisë. Pra shiko se si pejgamberi alayhi salatu wassalam i njihte njerëzit. Një person nga arabët vdiq dhe nuk u bë musliman.
Kur ai ka vdekur, Islami ka qenë në fillimet e tij. Ai quhet Hatim et-Tai, ose siç quhet ndryshe Hatem. Ky njeri ishte jashtëzakonisht bujar. Të gjithë shërbëtorët e tij kishin detyrë vetëm që të shërbenin njerëzve për gjatë haxhit. Ai nuk kërkonte për njerëzve asnjë shpërblim, sepse dilnin në rrugë, thirrnin dele e deve dhe u shërbenin me ujë. Prandaj arabët kur e cilësonin dikë si bujar thoshin: "Bujar si puna e Hatemit." Ky person vdiq pa e pranuar Islamin. Kur përmendeshin lajmet e tij, pejgamberi alayhis salatu wassalam thoshte: Po të më vinte një person si Hatim et-Tai, do ja falja robërit e luftës. Ka pasur cilësi që Allahu dhul xhelali i do Zoti i gjithësisë. Ai alayhis salatu wassalam nuk tha: "A nuk është bërë musliman?" Shumë zoja gjitha me zero, por i vlerësoi lart cilësitë e Hatim et-Tai dhe djalin e tij Adi bin Hatimin e ka mbajtur shumë afër. E respektonte të atit, e respektonte të birin. Nëse e kupton pra drejt fen, vazhdon hadithi, ky është kushti për të qenë i mirë në Islam, në mënyrë që vlerat e tua që kishe para Islamit ti kesh edhe pas Islamit, pra të kenë edhe një kuptim më të madh pasi e bërë musliman. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë fen, bëhen mendje mëdhenj. Vjen tjetri me gjithë autoritetin e vet dhe thot: "Un kam qenë filani, prandaj më hapni rrugën." Pra nuk duhet të kërkoj vet lavdin, por duhet që vet muslimanët t'i japin atë nder, ta lavdërojnë muslimanët dhe t'i shmojnë vlerat e tij. Nëse dikush nuk e kupton fen e Allahu dhul xhelal, ai nuk krahasohet as me më të thjeshtë dhe muslimanëve. Bilali radiallahu anhu ka qenë njeri i thjesht, nuk ka pasur as poste e as pushtet. Ka qenë shërbëtor me kuptim më të thjeshtë të fjalës, por pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e krahasonte këtë njeri me shumë persona nga paria e Kurejshëve dhe arabëve, edhe pse ata u bën musliman. Kjo ndodhte sepse Bilali radiallahu anhu e kishte kuptuar mirë fenë e Allahu dhul xhelal, e kishte kuptuar mirë Islamin. Kush e kupton fenë e Allahu dhul xhelal, Allahu dhul xhelal ja hap rrugët dhe e ngres si me dorë. Prandaj i lutemi Allahu dhul xhelal gjithmonë që të na bëjë ta njohim Islamin. Ky është kuptimi i pjesës së parë të hadithit. Hadithi vazhdon: shpirtrat janë si puna e ushtarëve. Kur njeriu shkon në ushtri, nuk e njeh askënd, por nëse ke qenë njeri i mirë, të qenë Allahu dhul xhelal tek njerëzit si puna jote. Kjo do të thotë që ti shkon në një vend të huaj, shpirti yt kërkon shokun e vet. Kudo që ta hedhësh një shpirt të mirë, ai e gjen shokun e tij. Kështu ndodh edhe me shpirtin e keq, edhe ai e gjen shokun e tij. Prandaj, kur e takon një person për herë të parë, të duket sikur e ka kaluar gjithë jetën me të, dhe i thua: "Ku të kam parë unë ty?" Ai ta thën: "Edhe mua më duket sikur jemi takuar më parë." Dietarët në lidhje me këtë kanë thënë: kjo është njëhja që është bërë në botën e shpirtrave. Shpirtrat kanë njohur njëri tjetrin dhe tani po takohen për së dyti herë. Shpirtrat që njihen bashkohen me një herë me njëri tjetrin, kurse mes atyre që nuk njihen ka gjithmonë përplasje dhe ky person, edhe pse mund të jetë njeriu më i afërt i yti, bashkëshortja jote, me cilën jeton apo 30 apo 40 vjet bashkë, me dikë që shihesh 5 minuta, nuk e sheh më asnjëherë në jetë, po duket sikur ke gjithë jetën që e njeh dhe e mban në mend gjithmonë. Atë person deri në vdekje. Puna e shpirtrave është e çuditshme, prandaj është nga sekretet e Allahut dhul xhelal. Për fund, mësimet praktike që dalin nga ky hadith që unë kam përmbledhur në disa pika janë: vëlla dhe motër e dashur, mos i peshon njerëzit me të njëjtën peshore. Nuk i ndan dot vetëm në musliman dhe jo musliman. Tek muslimanët nuk janë të gjithë njësoj, por edhe tek jo muslimanët nuk janë të gjithë njësoj. Prandaj, mundohu që njerëzve t'ua dish, t'ua gjesh, t'ua kërkosh vlerat dhe brumin e tyre. A është lori apo është qymyr? A është argjend apo është dru? A është i ashpër apo është i butë? Njerëzit kur nuk do të jenë njësoj. Ti njohësh njerëzit është gjë shumë e madhe, sidomos për një ftues, njohja e njerëzve është qelsi që i hap zemrat e tyre. E dyta, mundohu ti njohësh njerëzit dhe lutu për ta. Nëse dikush ka 2 apo 3 cilësi të mira, mos i kaput lidhet me të, edhe nëse është njeri i thjesht për faktin sa i pi alkool apo kritikon fen, sepse duke ia vlerësuar cilësitë e mira që ka, inshallah Zoti të bën shkak që ai të udhëzohet. Le të na bëj përshtypje lutja e pejgamberit alayhis salatu wassalam për forcimin e fesë me 1-2 nga Omerët. Kështu edhe ne të lutemi që Zoti ta forcojë fen me ta. E treta, Islami nuk i fshin lavdit e kaluara. Kemi idenë si një person, kushdo qoftë ai, nëse hyn në derën e xhamisë është një lloj me gjithë të tjerët dhe kështu ndonjëherë i thyejmë zemrat e njerëzve. Në fakt pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka njohur vlerat dhe lavditën e kaluara. Në çlirimin e Mekës ai tha: kush hyn në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt. Kush ishte vallë Ebu Sufjani? Ishte paria e Mekës. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, atë që ka qenë i pari para se pranoi Islamin,
ato e ka venduar gjithmonë të pari. Njohja e fesë është ajo që jep vlerë jetës së njeriu. Kur njeriu njeh fen dhe afrohet me Zotin, të gjithë cilësitë e mira që ka pasur marrin dimensione të tjera. Nëse njeriu nuk e njeh fen dhe Zotin, ai ka përsëri këto cilësi, por ato do të shkojnë gjithmonë duke u venitur dhe duke vdekur. Prandaj ajo që mbetet mbi të gjitha është njohja e fesë dhe njohja e Allahut Dhul Xhelal. Për fund, e lusim Allahun Dhul Xhelal që inshallah Zoti t'i bëj vlerat dhe moralet tona nga ata që i pëlqejnë Allahu Dhul Xhelal dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. E lusim Allahun Dhul Xhelal që të gjithë ata që kanë pasur aftësi dhe cilësi në ignorancë, në xahiliet, Zoti të drejtojnë në fenë e Tij. Zoti t'u ashtojë edhe më cilësitë e tyre dhe t'i përdorë për të lartësuar fenë e Allahut Dhul Xhelal. Zoti na bashkoft me shpirtrat e mirë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.